Mirë se erdhe në iftarin tradicional të shotit Batinc. I faleminderit donatorës që kanë këtë iftar. Allah i shpërblet me xhenet inshallah. Hajde vna një iftar, madhin pas kamar. Kemi nderin dhe respektin për gjithë ata mysafirë që vinë në këtë iftar të bashkangjitën. Kjo është një kënaqësi e veçantë për gjithë bashkëtarët. Shpresojmë që do të marrin të gjithë pjesë në këtë iniciativë. Shpresojmë të kalojmë sa më mirë dhe lutim Allahun xhaleshanu që të jetë kjo traditë e vazhdueshme për të gjithë fshatarët tanë. Tulem në një sofër bashku si më parë. Allahun e falenderojmë për shëndetje dhe selamet Muhammedit a.s. ja dërgojmë dhe adresojmë. Milionit të gjithë t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Paqja, mëshira, begatit të mirët e Allahut të jenë me të gjithë juve dhe familjet tuaja inshallah. Lusë Allahun subhanahu wa taala që këtë iftar të kësaj dite dhe ditëve që kanë kaluar dhe i kemi agjëruar Allah të na pranon ya Rabbel Alamin. Po ashtu shfrytëzoj nga rasti që falenderoj këshillin e xhamisë së bashku me gjithë ato donatorë që kjo iftar të organizohet në këtë mënyrë me gjithë bashkëtarët e vendit ton. Ti falenderojmë dhe Allah inshallah t'u ashtoj pasurinë, t'u jep shëndet të mira në këtë botë dhe botën tjetër. Gjithashtu i falenderoj të gjithëve juve që keni ardhur na keni nderuar neve me prezencën tuaj, me dua që të shpresoj që Allah ashtu siç na bashkoi sot në këtë iftar në sheshin e fshatit ton, Allah të na bashkojë në xhenet ya Rabbel Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ramazani edhe iftaret kanë karakterin që neve të na afrojnë sa më shumë njëri tjetrit, të solidarizohemi dhe të bëjmë iftar bashk, që të ndjejmë çdo njëri prej neve atë afërsinë dhe ngrohtësinë e vllaut. Isha i nderuar dhe i privilegjuar që të jem këtu në mesin tuaj në këtë iftar, me shpresë që edhe vitet e ardhshme kështu bashkarisht të marrim pjesë në shumë projekte dhe në shumë punë të hajrit. Zoti të gjithëve t'ju bekoj, Zoti t'ju jap shëndet. Faleminderit.